Live from Tirana. Live from Tirana. 11:07 orë eksakte në këtë moment në motorin më të fuqishëm ekonomik të Shqipërisë në Tiranë, në bashkinë më të madhe në vend, ku priten kështu shpresohet, të paktën të bëhen zgjedhje për kryebashkiakun ose kryebashkiaken më të re të Tiranës. E për diskutuar për këtë dhe jo vetëm, kemi në studio kreun e Lëvizjes Bashk, Arlind Qori, mirë se vjen në program. Gjithashtu kandidat i pavarur. Jo, kandidati i Lëvizjes Bashk. I Lëvizjes Bashk, po i pavarur. Po i pavarur nga gjitha interesat e këshia të këtij vendi në këtë kuptim. Për zgjedhjet e Bashkisë Tiranë, nëse do të bëhen, por do të shkojmë pak më vonë atje dëgjoj. Se unë e di që jam mësuar në studio më të mëdha prestigjioze të prime time-it politik. Unë nuk i përkas elitës gazetareske, domethënë në far forme, unë kam këtë mikrofonin këtu dhe përfaqësoj ato që ti takon çdo ditë. Jam shumë komod. Do mundohemi të mos flasim as për idealizma dhe as për ideologji politike, po të shkojmë tek populli siç duhet të shkojmë në këtë paraditë që njerëzit janë paksa të stresuar nga trafiku, janë për makina. Ti shkojmë ti populli me gjuhën e popullit. Unë shkoj kudo. E pranon sfidën? Pa diskutim. Në historinë time tani afërt kam shkuar edhe në televizionin themi më të varfër të mundshëm të një lokaliteti, ku ai drejtuesi i emisionit pastaj në mes të emisionit lexonte emrat e sponsorëve, kështu që prandaj të vi tek studioja juaj është vërtet kënaqësi. Do thënë jo këtë emision, por që në ku diun adoleshencën time kam pas dëgjuar muzikën që jepte radio jo, kështu që është kënaqësi e dyfisht. Patjetër. Nisim me njëherë. Ka dy lloj nivele njerëzish, të paktën me nivel më mesatar se shumica në këtë vend, zoti Qori, që ka një nivel intelektual më të lartë se mesatarja e Shqipërisë dhe ka dy lloj tipologjish. Shumica prej këtyre zgjedhin të largohen nga Shqipëria dhe shumica prej këtyre individëve, siç jeni ju, zgjedhin që të futen në politikë. Pyetja ime është, a ju kënaq ideja që të synoni politikën dhe të lini dyert të fakultetit ku jeni mësim për vitesh dhe jeni një profesor shumë i nderuar, kam dëgjuar lart e poshtë dhe nuk besoj që janë vetëm legjenda, dhe të futeni drejt një llumi shumë të madh, i bërë shumë pis, dhe a nuk keni frikë që mund të bëni edhe ju llum si llumi? Pikës pari herë ndoshta mund të jem pak prepotent, arrogant në gjuhën e përdorur, po ti e ndër të rrallët që më drejtori zoti Qori, zakonisht njerëzit më drejtojnë Arlind direkt. E kam vënë re këtë me gjithë modestinë që ju keni, por unë mendoj që duhet të respektoni njësoj si ata që janë ministra dhe si ata që ju drejtohet me zoti edhe pse janë në burg apo në spak. Tash nga shitja e Bukës deri tek kolegët e universitetit sigurisht më thrasin Arlind, do të thashë edhe një shenjë, një farë rinie simbolike. Do të thashë e ka dhënë komunitet. 44 vjeç, idetë që përcjell edhe mënyra si bëj politik, mbase është rinore mjaftueshëm saqë njerëzit më thrasin direkt në emër. Për të kthyer në pse ke 12 vite dhe dëshiron në një farë formë të lësh dyert të fakultetit ku të edukosh të ardhmen e këtij vendi dhe të bësh pjesë e një sistemi që ju e quheni të kalbur dhe të korruptuar. Politika mund të jetë më e keqe ose më e mira e një shoqërie. Deri më sot politika ka qenë pasqyra më e keqe e shoqërisë tonë. Ka qenë një mjedis fund e krye i korruptuar dhe vazhdon të jetë sigurisht në shumë përmasa të vetat. Mirë, po politika në thelb, në origjinë të vet, nënkupton tu japësh zgjidhje problemeve të qytetarëve, të qeverisësh me kompetencë, të çosh përpara një mënyrë demokratike të vendimarrjes. E në këtë sens politika e mirëfillt ka lindur me demokracinë, ka lindur me qytet-shtetet e antikitetit. Fakti që ka degeneruar kaq shumë në Shqipëri nuk është faj i politikës si koncept, se sa i politikanëve, pushtetarëve të korruptuar. Unë edhe prej njohurive që kam edhe për profesionit tim, jam pedagog i shkencës politike dhe njoh politikën si objekt studimi, edhe vrej që mund të ketë një politikë komplet ndryshe, tërësisht e kundërt e asaj që është sot, edhe ky model politike më ka frymzuar aq shumë sa të jemi gatshëm të lë profesionin dhe punën më të bukur në botë. Për mua dita kur do zgjidhem në rast se bini kundra parimeve të idealizmit. Po ju jap një shpjegim. Se ju po shkoni drejt një sistemi që të eksiton paraja. Domethënë të kesh gjithë atë pushtet në Bashkinë e Tiranës dhe koha ka treguar që kush futet në politikë, pra ne kemi parë edhe Velia, për shkak që dikur protestantë me bidona uji për sot e ke në burg dhe në hetim. Kemi parë politikanë të tjerë që janë futur me idealizma në politikë dhe sot i kanë në hetim nga spaku. Unë mendoj që janë futur. Si ma garanton ti mua që ti nuk do të tundohesh nga paraja, megjithëse ju flisni për çmim, me një lloj përçmimi për paran. U bëra 44 vjet jetë, tani në nëntor, bëj 44 vjeç, edhe nuk ka tunduar asnjë ditë paraja. Kur nuk ka tunduar asnjë ditë pushteti. Çdo gjë ka një herë të parë. Është shumë vonë për të korritur ose për të turpruar.
në rastin tim, nuk më bëjnë përshtypje shumica dërmuese gjërave materiale përtej atyre nevojave bazike ku ti ushqimeve. Ju jeni spiritualist? Jo, por di të gjej lumturinë tek marrëdhëniet. Po për shembull te një libër, tek mendimi, tek marrëdhëniet me njerëzit, tek siç thuaj dikur një gotë verë me miq edhe një bisedë e këndshme. Kjo nga pikpamja e lumturisë personale është shumë më e madhe se sa çfarë do lloj paraje, sidomos e vën në mënyrë të paligjshme dhe kriminale. Unë kurrë nuk i ka kuptuar edhe nga pikpamja psikologjike politikanët e korruptuar. Sepse imagjinoni për një moment, një politikan i korruptuar nuk është thjesht ka gjetur sa para në rrugë dhe i ka futur në xhep. Ka marr paratë që do duhet të blinin shtretën në spitale, do duhet të blinin ilaçe në spitale, do duhet të ndërtonin shkolla. Pra, prej korrupsionit ti, ca njerëz kanë vdekur, ca njerëz janë smur, të tjerë janë keq shkolluar, të tjerë janë dëshpëruar, dhe gjitha këto janë pasojat e një politike të keqe. Dhe në këtë kuptim nuk e di si jetojnë këta njerëz, politikanët e korruptuar, si jetojnë me ndërgjegjen e tyre. Po ndoshta ky është i kurth që është i bukur kur e prek. Prandaj po them ose edhe un kam parime idealizmi për të pasur një Shqipëri më të mirë, po ndoshta nëse un kam aq shumë pushtet në bashki apo ministri, ndoshta të ndohemi, pra ju ku e gjeni sigurinë që nuk do të ndoheni? Kjo është pyetja ime. Po është jeta ime, është çdo vleri ime, është mënyra si kam ndërtuar të gjitha marrëdhëniet profesionale, personale kështu me radhë, që më bëjnë të sigurt se nuk do të ndohem asnjëherë. Më vendosi pak bazën në sfond, ju lutem. Okej. Nga ana tjetër, mos harro, un kam një përvojë shumë të gjatë si aktivist. Do të thënë, kemi filluar që në fillim vitit 2011 i kemi qëndruar me konsekuencë çdo ditë parimeve tona. Zakonisht politikanët që kompromentohen bëjnë një vit zhurmë e publicitet, pastaj futen PS NPD dhe fillojnë vjedhin. Mua bësh dashur 15 vjet. Po thuaj se 15 vjet që ta arri këtu është një kohë shumë e madhe. Shkojmë në ekstremitetin e pesimizmit. E zëm sikur gjithë jeta juaj shkon kështu. Nuk fitoni kurrë asnjë mandat, megjithëse fitua një mandat, nuk fitoni kurrë Bashkia e Tiranës, nuk fitoni kurrë të drejtën për të qeverisur këtë vend. Do ja vlej? Po. Çdo ditë do ja vlej, sepse kur bën diçka në të cilën beson. A ja vlen një përvojë pa fitore? Patjetër. Një përvojë gjatë. Pavarësisht se unë mendoj që gjasat që ne të fitojmë në afat shkurtër janë shumë më dha, sepse pakënaqësia dhe pjekuria që jemi shqiptarë është rritur. Parë tek zonja Duma, tek studiot e tjera televizive këtu thoshit, që beson që kemi avancuar, pikërisht kemi avancuar. Po mbi gjitha kur ti e bën diçka me pasion, me zemër, me besim, nuk është kur kohë e çuar dëm. Edhe kur ne të humbim. Pra, asnjëherë mos kemi mundësinë që të qeverisim në emër të qytetarëve. Përsëri idetë tona do kenë ngjitur në shoqëri, do kenë kontribuar në emancipimin ose në vetëdijsimin e shoqërisë. Pra edhe nga pjesa praktike nuk është kurrë kohë e çuar dëm. Mua më duket pjesë e lumturisë, thash, lumturia mund të përkufizohet si të bësh atë që të përmbush, të bësh atë që të jep mundësinë të japësh kuptim jetës tënde. E jeta ime pavarësisht 1001 mundimeve sot është më kuptim plot se kurrë. E përpasoj, unë e konsideroj veten njëri të lumtur, pavarësisht streseve, problemeve, pagjumësisë, të gjitha gjërave që vinë si rezultati aktivizimit. Ama kur flej natën vonë, e di që dita ime ka pasur kuptim dhe është pjesë e një jete, kuptim plotë. Ka një pyetje interesante ku semëruar së përbashkut ka Endri Shabanin, Adriatik Lapaj dhe ju. Për pyetjen dhe përgjigjen do ta bëj dhe do ta marr më një herë pas një hapësire të shkurtër marketingu. Jemi bashkë në studio me kreun e lëvizjes bashk, Arlin Qori. Vazhdojmë me bisedën për atë që ju përfaqësoni dhe për atë që ju synoni të përfaqësoni dhe të drejtoni në të ardhmen nëse do të ketë zgjedhje gjithmonë. Ju, Endri Shabani, Adriatik Lapaj, jeni me të vërtet të rinjt e varfër që dëshironi të ndryshoni Shqipërinë apo të rinjt e varfër, në thonjza, që dëshironi të pasuroheni? Unë se di si janë zotërinjtë e tjerë në jetën e tyre personale. Unë vetë nuk jam i varfër, i përkas stresës mesme. Po jam pedagog. Po shisni një jetë si të varfër? Jo, përkundrazi. Unë thjesht them që marr autobusin. E bëni duke postuar një video që të prishet makina, e bëni duke thënë që po stresës mesme i prishet makina, edhe ka vështirësi kur në rrugë. Por në raport me të tjerët që dalin në media dhe synojnë të drejtojnë poste ndryshme të këtij vendi, jeni pra modest. Shumë modest, se ndoshta termi varfër është jo i dur. Njëri stresës mesme dhe modest. Përdorni shumë pak veshje. Nuk e di ju a kanë evidentuar, a e bëni me kask këtë, apo keni dhe ju një staf apo keni një staf PR-ash nga mbrapa që ju sugjerojnë të dilni me më pak këmisha. Stafi im i PR-it është i me shoqe.
Madje e cila të kam kontrolluar është e mundur që të më vesh ose të kontribuoj në sa më mirë në veshjen time, mirë po unë jam çik nopran. Edhe po e bën qëllimisht për të dukur si i thjesht publiku, është strategji? Nuk më intereson kuptimin. Mendoj që gjërat e rëndësishme janë ndryshe. Kur unë nxora një postim tjetër në Instagramin tim që nëse kemi zotin Qorin në Live from Tirana, më thonin shumica që ore, populli i thjesht më thoshte këtë, jo elitar, jo niveli elitës. Ore, si pretendon ky të përfaqësoj Bashkinë e Tiranës, ku në total ka dalë me 2 këmisha, 3 këmisha në gjitha studiot televizive, në gjitha aktivitetet e tij politike dhe efektivisht sa kohë këmisha është e larë, i komplet në rregull. Është i vetë detyrim që mendoj se ka ndaj të tjerëve. Gjithsesi ka vështirë që kam çik më shumë se 2-3. Mi po prap në kuptimin e paraqitjes imazhi për të drejtuar një institucion? Unë mendoj që jo. Mund të jetë në kuptimin e, sepse institucioni do njerëz ndershëm, kompetent, filozofishëm me kështu me radhë. Njerëz me salltanete mbase në fusha të tjera, domethënë ku diun të artit mbase të dimensioneve tjera të jetës publike. Unë jo të besoj për edhe përjetoj të pëlqen mënyra si stilohen ministrat e kabinetit Rama, shumë veshin brenda disa për tyre. Nuk i kuptoj, se janë ato brenda? Jo. Janë aq larg këta nga njohuritë mia dhe nga jeta ime, saqë unë as e kuptoj. Nuk e njeh fare? Nuk e kuptoj, jo. Domethënë, mund të kem dëgjuar 2-3 kështu, po as. Për shembull, ti nuk e di çfarë është një rip Hermes? Jo. Si një fare këtu brenda realisht? Jo, betohem që jo. Është një rip që shumë i holl zakonisht e vendosin gratë këtu, kushton 1000 euro. Unë nuk e di ku i gjejnë parat ata politikanë që lejnë kaq shpesh gjëra kaq shtrejta. Po ajo çfarë unë dua të di dhe publiku të di është që mos ndoshta dhe ti je një aneks i vogël i qeverisë Rama? Po si e lidh këtë me veshjen? Jo, pyetja, domethënë sepse ka një perceptim në publik. Nga veshja tek. Po ja, të ta them këtë, me që po më thoni që nuk e di ku gjejnë lekët, pra akuzat të drejtë për drejta për qeverinë aktuale të këtij vendi, ka një perceptim publik që edhe ju gjithashtu jeni i blerë nga Rama. Perceptim publik? Perceptim publik në komente, pra tani unë thash nuk jam elita e gazetarisë shqiptare. Nuk kam marrë studime, unë popullin përvojsoj. E kupton dhe populli thotë lexova aty në Facebook që thonë që ky Arlindi është i blerë nga Rama dhe del kote bën aktivitete. Lexova 1 milion vetë që thua populli. Po tani nuk ka rëndësi edhe spaku, nuk ka 1 milion vet, po një dosje, një prokurori mund të të fusi në burg. Nëse mund t'i përgjigjem tani me çik me seriozitet. Jo, me shumë seriozitet. Se e di çfarë nuk shkon këtu në sens logjik është që kaq vite duke bërë këtë gjë, 12 vite në mos gaboj? 12-13, domethënë po bëhet gati 15. Gati 15. Në janar bëhet 15. Po ora ku i gjen lekët? Lekët për çfarë? Lekët për të mbajtur lëvizjen bashkë. Ma nxirr pak foton regjia të lëvizjes bashkë. Jo, s'ka gjë, ma jemi përgjigje ndërkohë. Nuk është në foto, thjesht jeni ju atë. Lëvizja bashkë në momentin që është themeluar, mbahet me kontributet e keni ju fakte për këtë? Patjetër. Na kontrollon KQZ-ja çdo vit. Japim gjithçka nga kontrata e qerase, gjithçka tjetër. Unë lë prej gati 15 vitesh lë një pjesë të rrogës time që dikur në organizatën politike, patjetër, edhe të gjithë anëtarët e tjerë, deputetë hyrën Sa është rroga juaj? Nuk është është rroga ime si pedagog universiteti neto, tani bruto duhet ta shoh, neto është diku te 1.100.000 lekë të vjetra. Po ju dalin këto për të kontribuar në jetesën tuaj, në familjen tuaj, diku te 10% të rrogës time, kontribuoj dhe si unë kontribuojnë shumë të tjerë. Dhe shpenzimet tona janë zakonisht minimale. Keni thënë që kontribuojnë dhe të huaj shqiptarë që jetojnë jashtë. Patjetër. Nga diaspora, sidomos në fushatat zgjedhore, kemi kontribute të mëdha sepse e kanë më të lehtë, domethënë. Keni shumë zyra? 50 euro një në Tiranë, një në Tiranë kemi, edhe mos gaboj një në Fier, edhe një në Durrës të vogël. Domethënë që mbahen me kontributet e kanë anëtarë të tjerë të lëvizjes bashkë, se ju nuk e lini të dalin në asa media, se vetëm ju shohim. Por ju t'i ftoni, ata do vinë me gjithë qejf. Po se që si fton njëri. Jo, ja pse nuk i ftojmë, sepse nuk i njohim. Pra, më shpjego pak mua, kush janë anëtarët e tjerë? Unë s'ja di as emrat. Po ju duhet të njihni për shembull Redi Muçin, duhet ta njihni sepse sot është deputeti më i mirë. Deputet në parlament, ka pasur dhe akuza për Redin, po do kalojë. Jo, ka pasur, nga Ender Shabani, po do kalojmë pak më vonë. Përveç Redit që është në parlament, që e vrasi me pagesë. Më thuaj pak kush janë të tjerë dhe pse ju nuk reklamoni? Dhe a është i implementuar kulti i individit në partinë tuaj? Jo. Nuk është, se kam parë kështu aktivitetet tuaja që ka foton tuaj në pankarta. Të tjerët janë. Tani mund bësh 4 pyetje, po do më lësh ti përgjigjem të katërt. Po thuaj. Jo vetëm të fundit. Po kjo është forca politike pra. Redi Muçi është deputeti ynë. Deputeti më i mirë i Kuvendit të Shqipërisë, e keni parë besoj në ndërhyrjet e veta në seancat e fundit. Mirela Ruko është sekretare organizative, është
është edhe këshilltare bashkiake e Tiranës, po ashtu do të thosha këshilltare më e mirë e Këshillit Bashkiak të Tiranës. Tjerët janë aktivistë profesionistë të fushave të ndryshme, mund t'i merr edhe një nga një me radh, por nuk besoj se na del koha. Ne nuk kemi kultin individit. Ja, pra, që ju nuk keni qef të promovoni të tjerët? Po jam nga mbrapa është Jani Marka, pedagog, njëri jashtëzakonshëm edhe i mirë përgatitur. Mbrapa aty është Kristian Zotov, Vitori Çipi. Gjithë njerëz që kanë profesionin e tyre dhe kanë një histori të gjatë aktivizmi, madje her pas here edhe kanë dalë, po marr vetëm këta që kanë dalë në media, her pas here. Ne nuk kemi kult individi sepse nuk besojmë te kulti individit. Jemi në marrëdhënie tërësisht barabarta dhe të respekti reciprok me njëri tjetrin. Sigurisht që kur ka fushata zgjedhore, për faktin se Lëvizja Bashk ka qenë parti e re dhe vazhdon të jetë parti e re, ne kemi përdorur imazhin tim për të treguar, do të thënë për ta, si thua, bërë më të qartë se cila është Lëvizja Bashk, por këtë gjë e përdor çdo parti në botë, domethënë kuptimin. Po pse nuk zgjedhet ju një kandidat tjetër? Ju keni profesionistë aty. Kishit urbanist apo jo, arkitekt. Keni disa fusha të ndryshme që nëse merr Bashkinë e Tiranës, do t'i vendosësh në pozicionet e duhura. Pse nuk shpallet një kandidat tjetër, me që ju nuk fituat 2 vite më parë në zgjedhjet e Bashkisë Tiranë, nuk fituat as shumë vota në zgjedhjet e disa muajve më parë. Varet si e provizon shumën. Sa shumë ose sa pak u kthyen parti parlamentare dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe në zgjedhjet e kaluara duhet t'ju kujtoj që unë nuk isha i pari në listën e më fokuso të pyeta lutem, pse nuk zgjedhni një përfaqësues tjetër për të kandiduar për Bashkinë e Tiranës? Zgjodhëm në 11 maj një përfaqësues tjetër për të qenë në Parlamentin e Shqipërisë, që është gjë më e rëndësishme. Pra, gjë e vogël është kjo. Jo, nuk është gjë e vogël, thjesht deputeti i Kuvendit të Shqipërisë. Po dhe Enver Hoxha i shpërndante disa gjëra, po në thelb ishte ai. Jo, mos harroj, Enver Hoxha ka qenë përveç sekretar partie, ka pas gjitha kryeministër, ministri i jashtëm, i mori gjitha në fillimet e veta. Ndërkohë që sot ne gjithë diskutuam me njëri tjetrin dhe arritëm përfundimin që rezultatin më të mirë ne mund të arrinim që do isha unë kandidat për kryetar bashkie, sidomos në rastin kur zgjedhjet do të bëheshin shumë afër. Pra, zgjedhjet do të ishin afër, kështu që për të maksimizuar rezultatin, vendosëm që të isha unë kandidat për kryetar bashkie. Edhe sepse kam përvojë në këtë punë, e njoh mirë qytetin, edhe kam studiuar dhe ju administroni dhe ju pallatin e ku jetoni se Florbina. Jo, unë kam studiuar shumë mirë qytetin, siç kam studiuar edhe administrimin në përgjithësi, për shkak të profesionit. Se Florbina i tha kam eksperiencë, administroj pallatin ku jetoj. Po më vjen ç'të them unë. I lumt që ka atë eksperiencë. Unë nuk e kam atë eksperiencë, nuk e kam administruar ndonjëherë pallatin, por ama njoh mirë shkencën administrative, njoh mirë edhe qytetin e Tiranës, edhe kam dhe përplot ide. I kemi ndërtuar së bashku në Lëvizjen Bashk se si mund të përmirësohet ndjeshim jeta në qytet. Pra, ju po më thoni që në një popull që nëse nuk i del rroga ikën nga puna dhe nëse nuk paguhen prishin marrëdhënie të gjitha me radhë, dhe ju realisht më thoni që jeni kaq shumë idealist dhe besoni kaq shumë te parimet tuaja sa që afro 15 vitesh ju dhe anëtarë të tjerë të Lëvizjes Bashk rrini aty pa burime të mëdha financiare dhe ju nuk jeni të blerë nga asnjë forcë politike? Po, sepse secili nga ne bën një punë tjetër. Po për çfarë e bëni? Sepse na përmbush. Po si ju përmbush kur ju nuk keni fituar për 15 vitesh? Pra kur prisën të përmbushen është ideja. Kemi arritur të, si thua, ndërgjegjësojmë shoqërinë, kemi arritur fitore të pjesë. Mos harro që si lëvizje, si parti politike jemi themeluar në dhjetor të 2022, kështu që më herët ka qenë një aktivitet, le të themi, lëvizje, më pak formal, edhe më pak politik kuptimin partiak të fjalës. Shiko, të jetosh për ideale, të jetosh për parimet e së drejtës, të krijosh një komunitet njerëzish solidar dhe të barabartë me njëri tjetrin, është vërtet vetë përmbushse, dua sugjeroja ta bëni dhe ju dhe do më jepni drejt po të ishit pjesë. Po ju besoni në koshiencë që edukimi politik në Shqipëri mungon. Po kjo është një arsye më shumë për ta çuar përpara. Si pretendoni ju ta fitoni këtë betejë? Përmes shembullit, Këtu nuk po flas vetëm për betejën e Bashkisë së Tiranës. Kjo është një nga. Dhe kjo është arsyeja pse për ditë antarsohen shumë qytetarë në Lëvizjen Bashk na shohin, na vlerësojnë dhe duan të jenë pjesë e këtij komuniteti. Ju jeni të çuditshme. Mund të ftoj një ditë të vish me ne pa u bërë antarë, të vish vetëm na shohësh. Edhe besoj do ndryshosh mendim. Okej. Qartë. Pra, përfundimi është që nuk jeni. Pak më të më thonë që nuk jeni të blerë, pra nuk jeni të financuar nga asnjë. Sigurisht që jo. Po jo, se realisht me rakosëm se e ke parasysh shqiptarët, pra shqiptarët në një dasëm shkojnë, edhe thon sa lek bëri mishi, sa lek bëri fustani, sa lek bëri lokali. Pra dhe këtu lind pyetja inocente.
për një naivi. Ore, kjo organizat prej 15 vitesh, ku i gjen lekët më vëlla? Pra, me çfarë paguan këtë qëran? Po gjithsesi, okay, po zgjedh të besoj. Ta shpjegoj. Po paguaj me kontributet e anëtarëve tanë. Do hapni një GoFund, një llogari bankare se shta Florbina për fushatën? E kemi. E keni. Po e kemi që prej ditës për të themeluar lëvizja bashkë dhe ne marrim çdo muaj kemi kontribute nga anëtarët dhe mbështetësit tanë që sigurisht do depozitohen dokumentet do depozitohen në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Përpos politikës ju bëjnë komplimenta? Jo, do të thënë nuk kam parë të tilla ose pak nuk kam parë shpesh. Okej, si pedagog mbase, do të thënë kuptimin e profesionit në aspektin fizik po them. Jo, vetëm nuk është vë shumë veshin. Si? Nuk është vë shumë veshin, edhe nëse i bëjmë, nuk më tërheqë ajo. Po nuk besoj se ka shumë vend për të bërë komplimenta mua nga pikpamja jo politike dhe jo profesionale. Nëse do më lejoje se jam edhe i përkas të gjinjes mashkullore, dukeni simpatik. Po mirë, të falenderoj, s'ma kanë thënë shpesh këtë gjë. Falenderoj. Dukeni vërtet simpatik, edhe me nuk dëgjon njeriu në jetë. Po ja, kjo është për mirë, kështu që çdo gjë ka një herë të parë, siç keni edhe ju parimet tuaja në lëvizjen politike që bëni. Kam dhënë disa parime gazetareske pavarësisht që nuk jam elita. Domethënë mund të duhet pak punë dhe ndoshta këtë mund ta bëja unë, mund më afroje si gjë nëse fiton zgjedhjet për të bërë kryebashkiak i Tiranës, që domethënë nëse do më lejoje të ndihmoja në po kam përshtypjen që çdo në imazh shumë kohë. Mendoj që do ishte më mirë, pra pak më shumë stil, pak më shumë po shkoj humbur pastaj nga gjëra të tjera, këtë hall kam. Nga studimi, nga takimi me njerëz, nga organizimi. Nuk e di pse ka një gjë që nuk më bind që ju këtë gjë e bëni qëllimisht, pa okay. Se edhe pedagog, edhe kreu i lëvizjes bashk me të njëjtat atlete edhe në studiot e zonjës Duma dhe tek studiot tjera edhe këtu. Në fakt sot kam një palë atlete të tjera. Dhe kjo nuk është studios, por nuk është se kam shumë sigurisht. Gjajnë shumë. Jo, se ju pash me detaje. Tjetra janë zeza, kështu që do të kjo s'është tentativë për t'ju vendosur në sikletë, edhe unë me rrogën time për modestin në Top Albania Radio jetoj. Por përkundrazi, thjesht dua të hetoj. Shkollaj të bësh gol me penallti për veshjen time, sepse jam situash qëllimisht ka dhe nga ata që e humbin seri manaj, po gjithsesi mund ta rifitojnë prapa, se kështu që dhe ju gjatë intervistës nëse të duk se golën penalti mund më bëni gol atëherë në vazhdim. Nga gola që pranoj me kënaqësi super. Shkojmë në pak reklama dhe është shumë mirë që gazetarët t'ju sjellin, t'ju servirin personazhe të ndryshëm që nuk keni mësuar t'i shihni si zakonisht, pra të dalin pak nga zona e komfortit. Rikthehemi pas pak në program. Me kreun e lëvizjes bashk zoti Arlind Qori për të diskutuar mbi veshjen time. Dhe jo vetëm. Të t'jap mundësinë të më bësh një gol në penalti tani? Jo. Më thuaj një kritik për gazetarët në Shqipëri. Se kam ndonjë. Do të thënë, problemi me gazetarin në Shqipëri është që nga që mungon organizimi sindikal i tyre, shumë prej tyre nuk e kanë ende guximin për të shkuar deri në fund ulumtimeve apo thënies vërtetës. Po kjo edhe një herë nuk është çështje personale, sepse ne nuk duhet kërkojmë heroj, ne duhet kërkojmë organizimin që pastaj do u mundsoj të gjithë edhe gazetarëve që ta bëjnë sa më mirë punën e tyre. Po ky është problem pastaj me gjithë punonjësit në Shqipëri, vetëm me gazetarët. Qartë. Një nga detyrat e një individi që një kreu i lëvizjes bashkë në këtë rast, pra një nga detyrat tuaj, besoj që ju e dini se është e nevojshme t'ju tregoj unë është që të tregoni shqiptarëve që pse duhet ju votojnë ju dhe pse nuk duhet të votojnë kandidatë të tjerë. Pra, ti duhet më bindesh mua të më imponosh informacionin që pse unë si votues në Tiranë nuk duhet të zgjedh zotin Binaj apo zonjën Manar Stirliu. Dhe po ju ndiqja tek Top Story me Greta Dumën që thonin që Binaj nuk është kandidat i pavarur. Në fakt nuk e thoni vetëm ju, e thon shumë. Ju keni fakte për këtë? Po mjafton që e mbështet Sali Berisha publikisht, do të kjo është gjë publike dhe Sali Berisha nuk të mbështet nëse nuk je kandidat i tij. Edhe kam përshtypjen që e gjithë fushata nga pjesë e infrastrukturës, e njerëzve, financave, mediave do të bëhet nga investigoni ata kohët Florian Binaj me nuk ka rëndësi fare gjë. Nuk ka rëndësi nëse takohet nesër pas nesër apo pas 3 ditësh. Ajo është lehtësisht e kuptueshme, madje Berisha në një moment i shftoi gjua dhe tha kandidatët tanë të pavarur, pa edhe tanët të pavarur, por në fakt është një lapsus që tregon të vërtetën, ëh. Thelbi i vërtetës është ky. Unë kam thënë disa herë që kush voton Manar Siliun merr Edi Ramën kryetar bashkie, kush voton Binajn merr Sali Berishën kryetar bashkie, kush më voton mua do marrim mua me të mirat dhe të këqijat.
për kryetar bashkie. Për Manasarliun ka nevojë të themi pse nuk duhet ta votojnë në këtë rast apo është kjo që thoni përfaqëson Tiranën? Është pjesë e një qeverie funde kryet korruptuar, është një ministre në disa sektore e dështuar. Ndoqët podcastin e saj tek ndoqja dhe merdi keq në fakt kuptimin që çfarë të më duk totalisht e friksuar. Jo nuk më shtifi gjë, po thjesht merdi keq kuptimin që si ka mundësi që personi i fjalësh ministre kandidon për të qenë kryetar bashkie dhe ka frikë, do të thënë, nga mënyra si shprehet, ka frikë nga shefi i vet, sa herë u desh të fliste një çik për politik, për te historie personale, sa ato janë punë e saj. Ajo çdo gjë që thoshte ishte lavdërim për Edi Ramën. Pra, sa mrekulli kishte bërë Edi Rama kur ishte kryetar bashkie, edhe si vazhdoi pastaj me mrekulli kur u bë kryeministër. Pra, është një person pa pikën e autonomisë, fal dhe personalitetit politik, dhe në këtë kuptim është, unë e quaj vartësja e përhershme, e përjetshme e Edi Ramës, pra në formim ka mbetur në nivelin e një, pa them, vartësie të thjesht, që thjesht do të transferoj firmën e vet në kryet bashkisë Tiranës. Gjatë gjithë këtyre viteve keni pasur tentativa i bestojmë asaj që ju na thatë në pjesën e parë të programit, keni pasur tentativa për të blerë nga qeveria aktuale? Jo, asnjëherë. Ju shqetëson kjo? Jo, as nga oligarkë, as nga askush. Ju bën të ndjeni më pak i fortë? Përkundrazi, më bën të kuptoj që reputacioni ynë është aq i lartë, edhe sa të tjerëve as u shkon mendi kjo gjë. Pra ti kur e di që do refuzohesh, nuk shkon fare me një ofertë. Edhe rasti im dhe lëvizjes bashkë, unë besoj që kjo është arsyeja. Sepse shoh tjerë, politikanë tjerë që thotë më erdhi ky, më erdhi ai, më ofroi këtë, më ofroi atë. Mua po them edhe një herë, jo vetëm që kur jam kryet lëvizjes bashkë, po sa kam qenë, në politik, kuptimin si aktivist, kur nuk është afruar askush, pikërisht për këtë arsye. Sepse që në fillim e kemi bërë të qartë qëndrimin ton, koherencën ton, karakterin ton moral, sa që askush nuk afrohet. E keni takuar ndonjëherë zotin Rama në jetën tuaj? Jo. Keni rastisur korridoreve televizive? Jo. Po zotin Berisha? Jo. Tani ndoshta kur kam qenë Kalama, mund t'i kem pa në rrugë tani se këtë thjesht po të pyes se do të thënë nuk di ta them, por jo kurr. Un përgjithësi nuk Nëse kam Rama të takuar fton në podcast do i shkoje? Sigurisht jo. Pse? Ama unë do ftoja në debat në një studio të çfarëdoshme. Podcasti i Ramës është një mjet i kuruar i propagandës së Ramës. Ama unë Ramën, Manasarliun edhe këdo që është rivali im ndaq politik, ndaq si kandidat për kryetar bashkie, e ftoj për ditë në një debat, sigurisht me një moderator në një vend qartë. Të pranueshëm. Nëse dëshiron të kalojmë tek plani jot për Bashkinë e Tiranës, plani jot i fushatës, i strukturuar, besoj e keni një të tillë, se çfarë të bënë me Tiranën sot të vini. Kalojmë dhe ke në dispozicion minutazh dhe ke lirshmërinë në një media të lirë dhe në një studio ku mund të thuash çfarë dëshiron. Unë nuk i krijoj pyetjet, unë pres zolloj pyetje, kështu që ti e vendos. Kryesisht në problematikat e kryeqytetit tim, trafiku, cilësia e ajrit, problemet me ujin, urbanistika është një hall i madh që nuk e di si do zgjidhen. Pastaj ju thoshit që nëse ne vërtetojmë që një kull është e jashtëligjshme, mund ta ndjes mund të marrin vendimin pastaj në bashkëpunim me strukturat ligjore për ta prishur, por ka një hall shumë kryesor sot në Tiranë. Se hajde shpjegoja për shembull ti mami tim që ajo kulla aty është e gabuar fjala bie. As nuk do t'ja di fare. Po qoftë aty ka qenë një park ku mamaja jote ka shkuar për të pushuar. O nuk do t'ja di. Dikush është halli kryesor i mamit tim tani? Që çuni djali i saj nuk ka ende një shtëpi të blerë. E vërtetë. Sepse shtëpitë e shtëpive në Tiranë janë stratosferë. E vërtetë. Horror i gjallë. E vërtetë. Domethënë pavarësisht që trumpetohet që kjo gjë ndodhet në Milano, nuk e di si ndodhur ka kjo gjë në Milano. Por unë tartot mesatarë në Milano janë shumë të larta. Po, pikërisht unë kam diskutuar për të blerë shtëpi Milano. Dhe me miq që jetojnë në Gjermani, ndjes dhe kanë kuptuar që këtu çmjet janë në stratosferë, si ato të qirave. Madje tani ka nisur aksioni një val ju kërkojnë ndjes një val e dytë rritjes çmimet nga pronarët e qirave në Tiranë për shkak të një takse që kryeministri kishte vendosur. Halli im dhe halli mamit tim, halli i tërë i shqiptarëve që është, ore, si do e blej shtëpinë në Tiranë? Ti si do ndihmosh qytetarët e Tiranës për të blerë një shtëpi? Edhe them. Përjashto këtu ëndrrën tiranëse, siç është ëndra amerikane, ëndra e Tiranës tani tashmë është kredia but. Po jo, nuk mjafton kredia but. Po pra, nuk mjafton. Kredia but, nëse nuk ndryshon sistemi, vetëm sa do të inflacionoj edhe më çmimet e apartamenteve. Lidhet edhe me kullat kjo gjë, ndonse për të ndaluar kullat pastaj edhe për të bërë atë që ne duam, na duhet edhe pushteti qendror. Gjithsesi plani ynë është afatgjat. Plani ynë kupton që nëpërmjet Bashkisë Tiranës pastaj ne të jemi një hap më pranë marrjes së pushtetit qendror.
Në Tiranë pastrohet para, do ta thon raportet ndërkombëtare dhe kjo inflacionon jashtëzakonisht shumë çmimet e shtëpive. E dyta ka një spekulim të madh imobiliar. Po ju referohem censi 2023-shit. Mbi 52.000 banesa janë bosh. Dhe janë prej vitesh bosh, që do thotë nuk hyn tregun e blerjes, e shitjes e nuk hyn tregun e qiras. Për ta ndrequr gjithë këtë problem na duhen disa masa. E para që na duhet është që të kemi nxitje fiskale, që ata që i mbajnë shtëpinë 2, 3, 4, 5, 6, 15 bosh, të kenë një nxitje për ta shitur ose për ta dhënë me qira, dhe kjo mund të bëhet përmes taksave bashkiake. Dhe ne kemi programin ton rritjen e taksave për shtëpinë e tretë e tutje. Pra, shtëpia e tretë më shumë, shtëpia e katërt akoma më shumë, e pestë kështu me radhë, që kësaj ti e nxit, sepse ka kosto të lartë mbajtja një shtëpie kot, pronarin e saj që ose ta shes ose ta jap me qira. Dhe duke shtuar kësaj ofertën e banesave, ul çmimin. Nga ana tjetër, ne duam të luftojmë korrupsionin, krimin e organizuar e gjithçka tjetër, dhe përpasoj nëse ne e sulmojmë fort, sigurisht këtu na duhet ndihma e SPAK-ut dhe gjithçka tjetër, paranë e pist, kjo do ta furnizojë më pak sektorin e ndërtimit dhe do ta do ta shfry këtë etje artificiale për banim. Dhe pastaj pasi marrim këto masa që do të ulin mesatarin e çmimeve për blerje dhe qira, se këto janë shumë të lidhura me njëra tjetrën. Nëse rritet çmimi për ta blerë, do rritet edhe qiraja, sa që stoku i apartamenteve. Pastaj nisin masat mbështetëse të kredisë but, të banesave sociale, të subvencionimit të qiras, të taksës së ndërtimit. Për shembull sot taksa e ndërtimit merret për 3%, fakt taksa e banesave sociale merret për 3% të sipërfaqes mbi 2000 metra katror. Ne duam ta bëjmë 4% për të gjithë sipërfaqen, jo vetëm për pjesën mbi 2000 metra, dhe mbi gjitha ta marrim në mall dhe jo në para, sepse kur merret në para ka disa probleme. E para nuk paguhet plotësisht, dhe shifrat na e thonë që vetëm një përqindje e caktuar e këtij detyrimi është lyer nga ndërtuesit për Bashkinë e Tiranës. E dyta, kur e merr në mall është më e sigurt, ka më shumë vlerë. Pra ne kemi një varg masash sa fiskale, aq edhe të ndërhyrjes publike për ta bërë të jetueshëm qytetin, që do të thotë për ta bërë të përballueshme blerjen ose marrjen me qiratin shtëpi. Kam dhe 2-3 elemente të tjera shumë të rëndësishëm për të rritur standardin e jetesës në Tiranë, që si qytetar i këtij vendi i kuptoj çdo ditë, por do më lejosh edhe 1 minutë kohë për të respektuar departamentin e marketingut dhe rikthehemi edhe pas shumë shpejt për pak çaste në pjesën e fundit të programit sot me zotin Qori. Rikthehemi në Live from Tirana, vazhdojmë aty ku e lam me zotin Qori për të diskutuar në këtë pjesë të fundit të programit, pavarësisht gjithë spekulimeve për sektrin publik apo paksa nga synet të mia, të jap mundësinë atij të shprehë se çfarë do bën ndryshe për Tiranën. Trafiku i Tiranës gjithmonë është folur, por kurrë nuk është zgjedhur. Janë bërë unaza të Tiranës, besoj e ke parë, mrekullueshme. Kalon aty shumë bukur, vibe europian, sigurisht në Amerikë, një pamje fantastike. Për shembull, unë kam shtëpinë ande nga zona e Porcelanit, dal nga Top Channel dhe shkoj për në drejtimin e Porcelanit për të bërë atë rrethin atje në zonën e freskut, një pamje fantastike duket dhe dalti, dhe fap aty ngez 40 minuta. Ju se duhet sillni këtë gjë. E para herë do të çfarë pyetje pse ngjet 40 minuta, sepse këtu është ndërtuar pa kriter, pa një plan të mirëfillt urbanistik, dhe pasoj lagjet janë të mbipopulluara. Dhe kjo është gjë më e vështirë për të zgjedhur. Pra aty ku lagjet tashmë janë të mbipopulluara, duhet shumë punë dhe duhet një plan specifik që askush nuk mund ta ketë këtu pa pajtuar një grup të madh arkitektësh urbanistësh për t'i dhënë zgjidhje i problemit. E dyta e trafikut në Tiranë, nëse shkojmë çik më afër problemit, është se njerëzit për shkak të cilësisë të keqe të transportit publik nuk e zgjedhin transportin publik. Ne na duhet ta përmirësojmë shumë cilësinë e shërbimit në autobus, nga viti prodhimit të autobusit. Po mirë, se metro është gjë shumë e vështirë për të bërë, edhe ka kosto të shumë të mëdha, po le të marrim autobusët. Imagjino sikur autobusët në Tiranë ishin të shpejt, cilësor, dhe si mund të bëhen shpejt. Mos i bllokojë kursia. Pikërisht pra. Ka shumë rëndësishme. Pikërisht. Ne përveç se nuk kemi kursi mjaftueshëm dedikuara, edhe ato që janë ndërtuar kot. Herë nga pushetari, ke parë se bllokojnë aty? Po, e para një herë shkon pallati që po ndërtohet, shkon zë trotuarit. Pastaj njerëzit kalojnë në këmbë te kursia e dedikuar, pastaj edhe parkohet. Shumë rëndësishme që nëse bësh kryetar bashkie, punonjësit aty do e marrin para me dhunë atë zotërinë aty që pa ecën makinë me fenelina, se ndodh kjo. Do të thënë ne ti je duke ecur, pushtetarët nuk kanë asnjë lloj emergjence dhe të vjen punonjësi me fenelina, thot hap rrugën, e kupton.
Shko me Fenelina, do të kaloj vetëm se si të shkoj unë në punë, jo, po si të shkoj unë në punë pa Fenelina, do të shkojnë dhe pushtetarët në punë pa Fenelina. Dhe mos të marrin para të thonë hape rrugën. Është pa diskutueshme përveç ambulancës dhe policisë kur ka një urgjencë sigurie. Sigurisht, patjetër. Të gjithë të tjerët, dhe rresht edhe presin radhën. Kursia e dedikuar duhet të jetë vetëm për autobusët dhe ambulancat dhe për askën tjetër, ose për një emergjencë, nuk e di çfarë natyre. Dhe administrata bashkiake duhet të jetë eficiente dhe të mos bëj kompromis me ligjin. A qarkullojnë para mjaftoshëm në Bashkinë e Tiranës sa për të rindërtuar edhe një herë nga e para një sistem të ri ujësjellësi që ai ujë të jetë i pishëm? Se ai ujë jo vetëm që nuk është i pishëm, po unë nuk e di çe e bën lëkurës tonë me gjithë ato tubacionet e papastruara e të skandalizuara. Kuadri ligjor në Shqipëri nënkupton bashkëpunimin e pushtetit lokal dhe pushtetit qendror për ndërtimin e ujësjellësit. Po si do zgjidhesh ti këtë se u këtë nuk e ka më bashkia? Por të dakord, prandaj po them që nën kupton që secili pushtet bën të vetën, ne atë që kemi në dorë, kuadrin e bashkisë, qofse qytetarët do na votojnë, pra të fondet që duhet të jenë pjesë e bashkisë dhe gjithë infrastruktura i duhet sigurisht nga bashkia, ne do e vëmë në vend. Pastaj është detyra e qeverisë qendrore që të bëj gjën e saj. Ka që nga viti 2018-2019 që flitet për ujësjellësin e ri të Tiranës dhe ende s'ka filluar puna. Dhe arsyeja pse s'ka filluar puna është se këta duan të vazhdojnë ndërtojnë, sepse ti nuk mund të kesh ujësjellës të ri, nuk mund ndërtosh ujësjellës të ri kur ti nuk e di sa do ndërtohet në qytet. Po kupton se çdo kullë e re, çdo pallat i ri, ka ngelur ndonjë cop bosh, hapësirë bosh në Astier për të ndërtuar ndonjë shkollë? Ka ende një dy fusha që i kanë parë aty. Sigurisht është e vështirë, mirë po nëse bashkia ka drejtimin e duhur dhe ka një administratë ndershme dhe eficiente, mundet ta siguroj jo vetëm territorin, por edhe fondet për të ndërtuar çerdhe, se ka vetëm një çerdhe në Astier, kopshte se s'ka fare dhe shkolla se për momentin nuk ka fare. Ka një problematik shumë të madhe në Tiranë dhe rrallë flitet edhe në klasën politike, edhe nga kandidatët që shumë pak e thonë qetësi publike. Nuk ka fare. Domethënë marmita, makinash që ulë rasin, njerëz të pa edukuar, po kjo kërkon punë të madhe që ulë rasin, të rinj adoleshentë që rrin deri vonë poshtë pallateve të lagjes dhe që ndonjëherë nuk dërgohen aty ku duhen dërguar, fishek zjarret, domethënë ne dëgjojmë çdo natë shkundje të forta psikologjike. Dikush e ka çdo natë pa diskutim. Jo, në çdo lagje, çdo natë në orën 12 ka fishek zjarre. Nëse ju vini kryetar bashkiore, do të na përmirësoni pak standardin e jetesës për të jetuar pak më të qetë në këtë vend. Shiko, bashkia do bëj maksimumin. Do të thënë do bëj gjithçka që është në dorë të bashkisë, policisë bashkiake në vende europiane dhe nuk i bie njëri Boris i kafsh. Prandaj kemi nevojë për një shtet të drejtës, për një shtet eficient, për një shtet që funksionon, që nuk merr shfetaj në punë si aty. Mirë, po nuk mjafton vetëm shteti. Do të thënë këto janë probleme pastaj që na duhet edhe përmirësimi i vetdijes qytetarëve, ky është procesi më i gjatë. Ama prapë është roli i institucioneve publike që të kontribuojnë përmes mesazheve, përmes shembullit, që të vetdisohet më shumë opinioni publik që nata është për qetësi. Sigurisht ka vende të veçanta, të izoluara ku mund të shkosh edhe dita më në vende të zhvilluara europiane të vjen policia në 33-kës nëse ti ulereci kafsh ti ke lokale të Tiranës me këngët e reperave për kërcet kallashi, plazhi kallashi, nuk ulesh dot në një kafe. Pra, përveç aksioneve të IKMT se tu bëhen decibelet i kanë në dorë shteti. Nuk e ka bashkia e këngëve, për mbajtjen e këngëve. Edhe fjalë nuk ka pjesë e lirisë shprehjes, nuk kemi ç'i bëj pasaj. Jo, po patjetër. Se mund të një këngë vetëm se. Jo, nuk thash të ndaloni këngën, mos më keq kuptoni pyetjen, ishte revoltë ime personale. Decibelve, po do të thënë ndotja akustike në Tiranë shumë e lartë. Dhe ajo çfarë kam vënë që mungon, është në vendet e tjera ka dhe statistika se sa njerëz vdesin për shkak të ndotjes akustike. Në Shqipëri nuk ka. Nuk e kuptojnë se sa e rëndë është ndotja akustike. Ka smundje që lidhjen me ndotjen akustike, aty mund të pushoj zebra e kështu me radhë. Autoimune. Dhe por ama në Shqipëri nuk ka statistika të tilla. Prandaj na duhet rritje vetëdijësimit edhe të institucioneve edhe të qytetarëve sigurisht. Qartë. Zoti Qori, unë shijova shumë bisedën me ju. Dhe për të gjitha më lejot t'ju them që jeni shumë qytetar, që besoj që me stilin tim gazetaresk jo të gjithë do ishin kaq qytetar. Do të ktheheshin me nota arrogancë dhe prepotence, por unë të komplimentoj për këtë. Më pëlqeu. Po të shohësh intervistat e mia në YouTube janë pas kaleta, por bisedova to 24 orë me miq të mi intelektualë, më thanë që puno sepse Arlindi është i përgatitur. Edhe punova pak për t'ju intervistuar, por në fund dua ta ul fare nivelin e bisedës. Po. Nëse nuk fitoni edhe këtë herë Bashkinë e Tiranës, nëse do të bëhen zgjedhje, se ndoshta edhe nuk bëhen.
Dëshironi të bëni kompeticione të tjera në jetë, për shembull Big Brother, dhe më pas nëse fitoni Big Brother, lekët e Big Brotherit të investoni në lëvizjen bashk, dhe mbi të gjitha ju mund të duket banalitet që si nga politikat kalosh Big Brother, por ju platformën aty mund ta përdorni për të edukuar shqiptarët. Ëndra ime vetme përveç politikës edhe universitetit ka qenë të bëhesha futbollist, po nuk kam më moshë për këtë gjë, kështu që do mbetem në këtë fusha, këtë fusha. Okej. Falenderoj shumë që ishe në Live from Tirana dhe do të uroja shumë që edhe kolegët e mi ta pranonin kandidatë të tjerë, domethënë ta pranonin ftesën tuaj që u bëni. Sot i shpërndat ftesa dhe zotit Bina. Do ishte shumë interesante ti dëgjoja në këtë format. Vërtet? Do ishte interesante. Dhe zotit Bina dhe zonjës Manastir Liu. Të falenderoj shumë edhe një herë që ishe, edhe për post politikës faleminderit që jep mësim, jep dije në fakultetin ku punon prej disa vitësh si profesor i nderuar. Mirë, ishe me Arlind Qorin, profesor fillimisht dhe më pas kreu lëvizjes bashk, i cili është kandidat i pavarur për Bashkinë e Tiranës nëse do të ketë zgjedhje, por gjithsesi kjo do të hajë debat të gjerë më vonë dhe do ta marrë vesh hap pas hapi. Ktu përfundon edhe ky program për ditën e sotme. Nga Ronaldo Sharka dhe Wizzy DJ, të hënë të bukur në vazhdim, ridëgjojmë nesër.